Kryetari i Partisë Demokratike fajsoi këtë të shtunë qeverinë për taksat e larta mbi naftën, të cilat marrin 60% të çmimit për litër që paguhen nga qytetarët. Asnjë vend tjetër nuk takson kaq shumë naftën në shkallë 60% të çmimit të saj, tha Berisha gjatë bashkëbisedimit me qytetarët. Asnjë vend tjetër nuk takson kaq rënd, nuk takson naftën në shkallën 60% të çmimit të saj. Shqipëria është rekord në Europë dhe në botë në taksimin e naftës, çka detyron kompanitë të mbajnë çmime stratosferike. Por së dyti duhet theksoj se në qoftë se e bëjmë me proporcion rrogash apo të ardhurash ditore, Shqipëria rezulton, shqiptarët rezultojnë se duhet paguajnë për naftën që blejnë 6 deri në 8 herë më shumë se qytetarët e vendeve të tjera në raport me të ardhurat e tyre. Lideri demokrat Sali Berisha nënvizoi se duhen përgjysmuar urgjent taksat mbi naftën, ndërsa ftoi qytetarët i Bashkore Revoltës së Partisë Demokratike kundër këtij regjimi, sepse vështirësitë ekonomike sa më gjatë i mbajnë, aq më të mëdha do të jenë për ta. Taksa e naftës rëndon në xhepat e atyre që kanë vetura dhe sigurisht rëndon në xhepat e tyre më shumë. Por e vërteta është që ata që kanë më pak rëndohen më shumë. Dhe ata që kanë më pak janë ata që nuk kanë vetura, sepse nafta ndikon direkt në transportin të gjitha llojeve. Nafta ndikon direkt tek furra e bukës dhe çmimi i bukës, tek çmimi i ushqimeve, ndikon direkt tek punimi i tokës, pra tek prodhimet bujqësore, ka ndikime të shumë llojta dhe në një farë aspekti dhimbje më shumë krijon tek ata që nuk kanë makina sa tek ata që kanë makina. Kështu që është emergjente përgjysmimi i taksave me specialistët më të mirë të fushës gjatë këtyre 3 javëve. Jemi marrë në mënyrë intensive për të parë çdo lloj varianti të mundshëm për propozimet tona në favor të qytetarëve dhe absolutisht nuk ka asnjë mundësi tjetër për të ndihmuar qytetarët përveç përgjysmimit të nivelit absurd të paimagjinueshëm të taksës 1.1 euro që nuk ekziston askund në botë.